Përshëndetje të dashur miq. Vim sërish në televizionin Antena. Po Tash ka gaç kur e nis vetë emisioni, shko si qesh. Prandaj për zotin. Prit një sekond, prit. Ja. Mos ta la, një sekond, po Po prit jo, pa. ti duhet ta nisë, Unë bëra prova para pasqyrës Jo. për të po ti s'më Kështu që jepi, vazhdoj. Tashi unë jam me këta shokët e mi, miqtë e mi, që kthejmë gjithmonë në emision, po këta kanë zakonin që të më tallin. Tani si më i vogli unë, edhe e mbaj veten. Ideuam një emision që e quajtëm, po mendonin për emrin e pyeta, ore ç'a emri ti vendosim, thanë e lëm pa emër fare, kështu që emisioni do quhet pa emër. Jam këtu me Marsit Gupin dhe Ermal Peçin. Emisioni kryesisht do jetë emision që të përfshi temat ndryshme, po asgjë serioze, të paktën për minimalisht 60 minutat që do të qëndrojmë përpara jush. Do themi kryesisht atë që ndoshta ju mendoni dhe nuk i mendoni. Do kemi temat zakonshme kryesisht për politikën, po edhe për aktualitetin. Për shembull, një nga temat më të rëndësishme që unë filluan dolën lot nga sytë dhe fillova të qaja ishte që ishte nda hati me Jasharin. Unë jam shumë i mërzitur për këtë. Plus dhe shumë tema tjera. Ermali është shumë i pikulluar për këtë bisedë. Nuk e di se çfarë mendon. Çfarë mendon Ermali? Pse është ndar hati nga Jashari? Nuk do analizojmë apo diskutojmë pse është ndar. Jo, çdo çfarë mund të kenë ndodhur për shembull? Çfarë mendon ti se mund të kenë ndodhur? Më çdo çifti ndodh ajo, ne s'do merremi me këtë, ne do merremi me ka më shumë merakun e fatit politik të vendit se sa hallin e showbizit. Po unë besoj se kjo lloj drame njerëzore mund ta shpjegojë edhe politika, dramë politik, dramë në Jo, kjo drama njerëzore mund ta shpjegojë edhe ndarjen për shembull përgjithmonë të Berishës nga PD-ja. Se këtë nisëm temën e emisionit, tema e emisionit kryesisht do jetë gjyqi i Berishës ose shpallja e Berishës pandehur zyrtarisht mas 7 muaj nga zvarritja. Gjykata e posaçme, zvarritja 7 muaj. Zvarritja ishte. Me mbarimin e zgjedhjeve mbaroi dhe si i thuash mandati i pushtetit të zotit Berishës tek gjyqësori apo edhe tek organi akuzës, kështu që besoj se sot do e nisim me këtë temë, pavarësisht humorit edhe besimit që ne mund ta trajtojmë tema përveç temave serioze, mund të trajtojmë edhe tema më të zakonshme. Po. Se Andrej prandaj themu se merr fjalën dhe nuk e njeh më balancën, pastaj ka 20 minuta që shpjegojnë gjithë emisionin. A the do rimi orë gjysmë në asnjë moment si u bëri thirrje qytetarëve që pavarësisht se ne jemi në momentet e para, të bëj subscribe te kanali jonë. Domethënë bëret çdo gjë, kjo që është më e rëndësishme, që ata të afrohen. Unë herën tjetër do e vendos këtu. Do duhet të bëjnë subscribe tek Antena. Një klik aty, derisa të na vinë ato që të bëhet, t'i bëjmë dhe strishat se jemi akoma në kualidim të formatit. Po, emisioni, po strishat, dalin strishat, jo, po nuk e shikon. Se ty duhet dali emri aty Marsit Gupi, filozof, avokat, pedagog, deputet, ministër, sepse... Jo, këto dy të fundit me shtove. Po mirë, base projekcioni. Edhe unë uroj që ditë meshme në një kështu bllokim asetes ndërkombëtare, po unë tash bllokim. Më thuaj se ti ke qenë i vetmi njeri që shkon në bllokim. Se edhe i the Andrit edhe e merr kohë dhe nuk e lëshon. Jo, e di pse, sepse ta përfundoj lutem, son jam dhe jurist për rastin e Berishës. Po, kemi të mirë kjo se ke folë edhe për vizitën në Amerikë, edhe ty të dalin. Po të paktën mori mandatet, s'doli pa mandat. Po s'ka gjë, po dalin ty vizitat. Në lidhje me zotin Berisha, për te humoreve dhe shakave që bëjmë me miqtë e mi, ishte në gjendjen e masës sigurisë. Një masë e cila çmon se në çfarë gjendje do bëhet procedimi në lidhje me mbledhjen e fakteve dhe provave dhe periudha hetimore zgjat 6 deri në 12 muaj me kërkesën e prokurorit. U vendos si ishte pa ndonjëherë kjo lloj shtyrje. Ndodh zakonisht. Për shkak të intensitetit të provave, të kompleksitetit të çështjes, sepse aty kemi të bëjmë me një sër firmash dhe me një sër personazhesh, të cilët kanë firmosur, ndërta është dhe zoti Edi Rama, i cili sot është shumë i çmuar për gjithnjë se është kryeministri jonë për herë 4. Dhe u vendosmë në fund që ekziston Joni po i ktit jo se ky do largohet. Jo, mora unë ja ta përfundoj mos tërkohën kryeministër kam thënë. Po thuaj se neve prapa kujtve na thu do largohem
do largoj me autobus. Nuk largohem unë fare, as siki, as me autobus, jo, as gjë, por unë çështje etike kam rritur gjithmonë. Kam menduar komplet ndryshe, po për çështje etike nuk diskutohet fare që... Ermali ka thënë, po, në qoftë se nuk vjen një kryeministër europian ose Atlantik, nuk ja vlen të qëndrohet në Shqipëri, por është çështje që diskutojmë ditë tjetër. Nuk e kam thënë, këtë se po vendosni fjalë që unë nuk i kam thënë. Kështu që po filluat të bëni matrapazin e mediave, vazhdoni, po nuk është se ju nderon. Po, vazhdoni. Dakor. Në fund, sot, gjykata vendosi që ekzistojnë faktet dhe provat e mjaftueshme për ta marrë zotin Berisha si të pandehur dhe në mënyrë që çështjet kalojnë në seancën paraprake. Tani, ajo që neve na lind hapësira për ta diskutuar se çështje, për shembull si jurist i them këtë gjë, e them dhe për Ermalin dhe për anën e përgjithë të rishikuesit që i përshëndesim dhe që i ftojmë ta bëjnë subscribe tek Antena Televizion. Unë do të them këtë gjë miq, që kjo çështje, e cila ka një fashikull me 500 faqe, të cilin do minimalisht, nëse do bësh pjesë tek organi akuzës dhe le më pasaj tek mbrojtja dhe pasaj tek gjyqtarët që do marrin vendime, duhet minimalisht një vit kohë vetëm në lidhje me evidentimin e provave, pranimin e tyre ose kundërshtimin e tyre. Le më pasaj që të kalohet në shqyrtimin gjyqësor dhe në fund në përfundim të shqyrtimit dhe në kërkesat përfundimtare. Prap me pak fjalë, për të mos u futur në terma juridik, kjo çështje mund të duhen edhe 10 vite, derisa gjykata e shkallës parë e posaçme të dalë një vendim përfundimtar. Gjë që do të thotë që është një proces i cili sipas parimit të prezumimit pafajësisë, zoti Berisha edhe një 10 vite të tjera e keni me gjendjen gjyqësore i pastër dhe i pafajshëm. Po edhe sikur ta dënojnë, nuk i prish punë te kryetarlloku i... Nuk i prish punë dhe edhe vendimi, edhe nëse dënohet me burg, ai ka për shkak se ka thënë një vit arreshtpje që i quhet burg, dhe 1 maksimumi i dënimit që mund të marrësh 9-5 vjet. Ajo i quhet me shërbim prove dhe ai mund ta bëjë ose thjesht me detyrim paraqitje ose morë punë. Po edhe për shkak të moshës. Për shkak të moshës, për shkak të funksioneve principale elementës. Aktualisht me humbjen e Berishës ka qenë vetëm njëri që ka reaguar brenda Partisë Demokratike është vetëm Fredi Beleri. Momentalisht. Momentalisht. Po sepse gazin e dogjej në fier. Momentalisht. Po gjithmonë zjarri me gaz dizet më shumë. Me gaz. Po e i vuri ças mund të thuash as e hoqi fare gazin ai. Jo më pse? Ja, më se hoqi. Ka rënë çmimi i gazit do thua? Normali që ka rënë. Çmimi i gazit me këtë premis shkon. Po në fakt Beleri ishte i vetmi që reagoi, edhe pse në fakt duket e çuditshme sepse deri dje kishte kundërshtar Ramën, tashmë mund të ketë kundërshtar dhe Berishën brenda Partisë Demokratike, por janë kosto që i ka marrë mbi qëndrimet politike. Një çështje që ngrihet përsëri fakt që diskutohet është se asnjë prej edhe më të votuarve të cilët janë në qarkun e Tiranës, askush nuk është prehur mbi rezultatin apo mbi atë respektin e statutit të Partisë Demokratike, e cila nëse zoti Berisha gjatë që i ka humbur zgjedhjet, të duhet të jepte dorëheqjen. Por kjo edhe duke lidhur me jo, ai bëri nuk se duhet të jepte dorëheqjen. Tani shifshat. Ç'a duhet bëjë? Jo, ai s'duhet të ishte fare aty. Po ka diçka. Ka diçka që ndodh gjithmonë PD është çudi e madhe. Jo vetëm PD, po gjithmonë është psikologjia e humbësit ndoshta ose atij që s'pranon kurse e kanë mundur që gjithmonë të gjejë justifikim të kapet pas argumentave boshe. Një nga argumentat bosh për shembull është fakti që e vjedhin her pas here dhe thuhet që këta nuk kanë humbur, po këta janë vjedhur. Por ajo që mbajtën si postulat deri tani, që thanë që është si e zeza kushtetuta PD-s, sikurse e quajmë statuti PD-s, është se nëse zgjedhet mirë apo keq ti vjedhin apo si vjedhin duhet të largohesh. Jo, është një nen. Po pra neni. Gjatë 3 themelimit. Po. Bën Nenin Basha. Neni Basha. Po e bën vetëm për Bashën, prandaj quhet Neni Basha, mos e ngatrokte. Po jo më e bën vetëm për Bashën që ikën. Nuk ikën për ajo statuti. Nuk kanë thënë që është nen me emrin Basha. Neni Basha e bën vetëm për Bashën. Për Bashën dhe bashistët. Neni Basha e bën për Bashën që ta ishin Bashën. Nuk kanë do të ishte Neni Berisha. Por që përdor Berisha 100 herë për të gënjur njerëzit. Me shokun ta. Patjetër që po gënjen njerëzit. Unë po them që Neni Basha e bën vetëm për Bashën, nuk e bën për asnjë tjetër. Kështu që në këtë kontekst se bën për veten e tij vetëm, se mbase për të tjerët e bën. Po për veten e tij se po ka hequr tjetër, s'ka hequr tjetër ai njeriu. S'ka mos ata janë qëndruar. Tani pikpyetja që vjen të dashur miq ose paktën ajo që do të mendoj është se
kush do e pasoj Berishën. Tani unë s'besoj se Berisha ikën, po nën Rogoz besoj se ka një lloj pasarsi. Do krijohen klanet, thoti? Ai po qesh me lot. Po ai qesh s'ka gjë. Apo po qan me lot. Jo, ma ai qesh se ma Jo, mua vjen për qesh edhe imagjino. Ai e parashikon. Domethënë ne kemi Nuk e kam me ty më se më parashikon ai kemi prandaj. shpresën të opozita shqiptare, jo kjo është realisht për qeshur. Dhe çka ka ndodhur? Sa zili e kam atë njërin. Ka ndodhur thjesht një rokade përkohshme, ku Berisha dha me qera Bashës partitë, dhe kur deshte mori prap. Dhe ajo që realisht e vuajn janë qytetarët e djathtë dhe demokratët si Ermali dhe si unë. Pse? Sepse unë shikoj si rreth vicioz. Domethënë të ngeli peng një partia që e madhe në dy emra, qofshin këta më dhe Berisha dhe Basha. Ora nuk ka njerëz aty edhe sot që flasin. Pse duhet të ri partia? Peng i disa ideve të vjetra. Ore, është edhe problemi atyre që janë aty brenda që nuk kanë guxim. Se minimalisht duhet që njëri të ketë guximin dhe thotë, shikoj, di se është kjo punë, ai që duhet të iki. Se për shembull, për mua është lapidar shpreha 2021 që tash fillon lufta. Po, ja është. Dhe do dominoj drita birësirën. Po gjithashtu, siç është dhe ajo pjesa që tha Berisha me 11 maj që do bi bor dhe ra bor në Shkodër. 12 maj ishte. 12 maj tha. Ra bor. Janë dy njerëz që të dyve i ka dalë shpreha, edhe bora ra, edhe lufta filloi. Po. Tani ideja është çfarë do ndodhi me demokratët si puna jonë më. Se këta e kanë Terezi, të dyja parë, dhe Berisha dhe Basha i kanë garantuar. Rama është më keq nga gjithë se kanë Terezi. Rama se kanë Terezi se jeton fshat akoma, Surel. Do me thënë, në PD ka disa klane. Në PD është përsëri problemi të vula, të gjykata e lartë. Me thënë, ka një mungesë paqartësie. Jo, po qesh të po qesh. Jo, më qesh ti po bëj s'ka ti lidhje. bësh karagjoz në momentet më serioze. Po nuk ka lidhje më ai të qeshit bëj çfarë doj, po puna është që ka një mungesë paqartësie brenda djathtës sot që flas. Unë kam shumë gjatë dhe unë e vlerësoj. Kjo nuk ka lidhje më, por kjo është, po s'ke çfarë dëgjosh. Jo, të lutem, po mungesë paqartësie, për sa kohë. Për shembull, Marsidi thoshte. Jo, lër çfarë thoshte Marsidi. Kjo mor burrja ta them unë. Do shkoj Berisha në Amerikë, thoshte. E fliste me bindje. Po edhe pse edhe sot atë. Kupton? Regjia mbyllur se nuk duan të gjojnë për Marsidin. Kështu që në këtë pjesë të lutem nise gjëra, s'ke çaj thua. Nise iden tënde. Jo, mor, kjo është çështja. Ku është dualiteti i Bashës, nise të vula. Po them, thelbi është Partia Demokratike. Regjia Facoleta për Marsidin, ju lutem. Marsidi qesh, mëse Marsidi për shembull thotë që non grata ka rënë. Unë them betiki non grata me gjithë ato që ka marrë non grata. Ore, unë jam me idenë që duhet të hapet rruga për një kryetar të ri. Tani ta them diçka, një sekondë ja si do hapet, ja ta them unë. Ja ta thot Bala. Ja ta them unë. Nuk është mendimi, po atyre që dëgjoj që janë pranë këtyre liderave. Që nuk e kam për asnjë. Do të thosh se çfarë ndodhi edhe me vulën, se është edhe çështja e vulës. Po pra e vulës pra, tani këta pretendojnë, paktën më sa kam dëgjuar unë, Ylber Trunguk, një qytetar digjital që ne kemi mik të emisionit. Që është nga informatorët kryesorë do ta themi. Dhe përshëndesim Ylberin. Ai ka denoncuar. Sot duket se është me Xhoji dhe me Ermalin Ylberi. Po, me miqtan. Që i përshëndesim dhe ata. Po, sepse ata janë në diskutime gjithkohës. Po, në Kashar zakonisht ai më atë. Dhe ka diskutuar Ylberi, ka dhënë një tezë, të vetën tani, mund duket shumë abstrakte më po, e ka dhënë që çfarë thot Ylberi? Që ndërkombëtarët kryesisht Bashën e kanë parë si thuaç si udhëheqësin e betejave të tyre, kryesisht. Dërk Bashën pra. Dhe të lutem rinë serios. Dhe në këtë kontekst heqja e veprimit politik i zotit Basha për të larguar Berishën si non grata nga Partia Demokratike ka qenë kryesisht vullnet edhe i ndërkombëtarëve. Pra nuk ka qenë ka qenë edhe presion. Trysni edhe presion. Po pra ne le ta themi tani. Dikoj ka premtuar, e ka pranuar dhe vetë që nuk kanë dashur ta preashtoj, për kam qenë i detyruar. Tani nga i detyruar, kush e detyroi? Yuri Kim dhe Escobar. Po pra, atëherë kështu që në këtë kontekst, se ne qeshim po gjërat i themi ashtu siç janë vërtetat ne do të themi duke qeshur se ruajmë veten ore, po. Që edhe po na kapën i themi që po bënim shaka po. Ka stilja i po eci. Kështu që në këtë kontekst, duke parë se ka qenë Basha kryeministri e them unë thash. Po pra, na falë bëm shaka këta. Ose Alio Baba na falë se bëm shaka. Kështu që në këtë kontekst edhe Bashës kjo është teoria, që nesër pasenë do të thonë, no, Basha o Baba, na falë se bëm shakase. Dhe nga 59 mandate që u të kur PD-n 50 mandate,
Ka një lloj shprese se do humbasi gjithë fuqia politike që ka zoti Berisha. Berisha për shkak luftës që ka me drejtësinë do të largohet, me ndikimin e ndërkombëtarëve amerikan, edhe pse amerikanët nuk e kanë fokusin fare në Europë, madje janë distancuar totalisht nga Europa dhe kanë nxjerr, si thuash, ligje ekonomike për Europën. Këta mendojnë, Ylber Trungu thotë se demokratët e përjashtuar, si thuash, nga lista e Berishës, mendojnë se mendimin e tyre do e rikthejnë, do e relativizojnë, do e rikthejnë zotin Basha në krye të PD-s me gjyqin e gjykatës lartë për Vulën, që është pothuajse i pamundur në gjykimin tim. Pse është i pamundur? Do ta komentoj dhon këtë dhe pastaj t'jap. Patjetër, jo. No, Ermali. Dikti unë se fol Ermali, fol. Të paktën nuk është se kuptoj shumë nga ana ligjore këtë çështje. Jo ligjore, jo. Fol si e mendon, si ashtu s'kuptoj, vetëm Marsili. Unë mendoj që premisat e gjithë çarjes apo kësaj që ka ndodhur në Partinë Demokratike lidhet me njëherë që në momentin kur ka qenë vendimi i famshëm i Zhukrit. Më pas kaloi në gjykatën e apelit, më pas kemi pasur deklaratën e një deputetit që ka qenë pranë Partisë Demokratike, Ferdinand Xhaferit, i cili thoshte Berisha na ka thënë ditë më para që Vulën do ma kaloj mua se ka mbyllur pazarin me Ramën. Pra në këtë panoramë është kjo situatë, se si do flasi gjykata lartë, as nuk e kuptoj dot dhe as nuk hedh dot verdiktu apo të bëj një parashikim se nuk jam jurist. Patjetër. Por mbi këto premisa. Po mirë, nuk e parashikon ja ta them. Si jurist, flasun të lutem. Jo, nuk do të flasë si jurist, po të flasë si qytetar. Po ti si qytetar. Dalë ta them, po do themën se nuk e kam me shumë sinqeritet. Patjetër, po. Dalë se nuk, se dhe mua mblon gjaku për debat. Po, okej. Ligjërisht është tjetër gjë se ç'mund të ndodhi dhe ka mundësi që kërkesa të rrëzohet, pranohet ose të kthehet prapë për gjykim. Siç e thot kodi procedurës civile. Meri të treja opsione. Si na parashikoj çik. Jo, do ta filloj nga fillimi. Opsionin pro dhe kundër. Na i shpjegoj pak. Dakor, se është shumë e gjerë dhe po më na shpjegosh shkurtimisht. Do ta filloj nga fillimi. Ore, na shpjegosh shkurtimisht. Dakor, më ta shëroj. Pse më do na duash 2 orë? Vendimi mbi një çështje politike është në dy forma. Është akt politik dhe është dhe akt administrativ ligjor. Po. Akti politik përfshin cili ka antarësi, nuk është gjë që ndahet me formalitet. Pra do të thotë, nuk do të thotë që pronari tokës është ai që i sipër, është ai që ka letrat. Në një lloj forme, letrat në politik janë antarësia e saj dhe vullneti i antarëve. Po, patjetër. Tani, ka dhe procedura të tjera të cilat përdoren si mjete ligjore që merret ose nuk merret në një parti. Po. Tani, masut që kam parë, është shumë e vështirë që kjo kërkesë të pranohet, për shkak sepse Berisha ka përdorur një armë të cilën Basha kishte mundësi ta përdorte edhe më fort kundër tij, po nuk e përdori që ishin formularët që u dhanë antarësisë. Për të bërë votimi i madh që u bë në stadium. Basha e neglizhoi dhe këtu ka qenë problemi, që gabimi i tij. Është pak a shumë se afati parashkrimit. Që ti mund kesh i pronë dhe kur ai jep me titull, nëse ti 10 vjet nuk i kërkon qiranë, e fiton ai titullin. Bravo, 20 vjet është për pa titull. Edhe gjë edhe në politikë, nëse ai fillon një fakt ligjor dhe ti e neglizhon, kjo është ngërçi, pra nuk ka të bëjë me kërkesën e drejtë ka bërë. Tani po ndrojmë pak dhe po supozojmë që gjykata lartë deri në një vendim dhe thotë kryetari i Partisë Demokratike për kërkesën vitin kaq, Zed Lulzim Basha. Do të thënë pranohet që mund të jetë dot i Lulzim. Pra tani po fillojnë betejat e Bashës, po thua ti? Po, më thuaj çik. Jo, s'po them. Po më thuaj çfarë do të po ma bëni lidhje. Po çfarë po thua? A jam drejtuesi sot i emisionit. Me aq. Edhe sikur ta fitoj. Edhe sikur ta fitoj, po them, nuk ka se ku do. Jo ta fitoj, ta filloj se për fituar Ore je vendimin gjykata lartë, çan do të marr burse me. Do marrë vendimin në dorë dhe shkoj në shtëpi, se nuk ka ku shkon dot. Pse? Po ai jep gjykata lartë. Demokratët aty me 50 mandate. Po çfarë do bëj, do nxjerrë gjithë deputetët nga Selia? Çfarë do bëj? Si mund ndodhi? Po ti ligji, ore ty kur të vjen. Po pra, ligji thotë shkretar. Si shpjegove ti pronën? Ty kur ligji thot prona. Do të marrësh përmbarimin gjyqësor. Një sekond më të lutem. Po pra do të marrësh përmbaruesin. Po lëre të flasi tani. Një sekond më. Ty se ke këtë keq ti. Të takon toka në korç ty. Po. Ti si e bën? E thua, e la shumë se aty janë dy njerëz që po ta them. Ky nuk e bëri thot. Nuk e kërkoi. Nuk e kërkoi dhe ka humbur drejta, e shuar e drejta. Për shkak se nuk plotësoi dhe Basha formular të antarësisë, në vitin 2021 kur përjashtoi zotin Berisha, i shuar e drejta për ta kërkuar. Dhe tani dhe sikur ta marri, po them, legitimitetin e Vulës, ndodhi problem edhe më i madh, sepse nuk ka ku ta imponojë si vullnet. Sepse po çka atje ty është Tomori, Flamuri, Albana. Ço do thon të hajde kryetar dhe këtu shkarkoj.
Po ky nuk shkon si kryetar. Ja me mandat deputeti mos i dhe shkarkoj. Ai s'është parlament. Po ka Një sekond tani, një sekond. Jo, më problemi është që po dha dha vula. Shef ti desh kishe të digjeshe për të folur, po na dogje neve. Prit pa ta themi diçka. Një sekond tani. E marrin të mirë qenë se ja dha vulën më gjykatalar, ti dha të drejtë. Po. Mbahuar. Tani unë jam kurioz. Ti e zem se e Basha çfarë do bëje? Ma thuaj në këtë formë. Ka ush. Je me i vendim dorë. Ka ush. Jo, po të mos. Po s'mund të pyesësh një gazetar se si Jo. Jo, pse po Unë po them seriozisht do bëja ka ush se s'kisha ç'ti bëja tjetër. Edhe do bëja kështu. Te lallin në për paktën aty te obori i Shqupit. Tani unë besoj se kush është problemi? Problemi është se Basha mund ta marrë vërtet vulën. Problemi është se je mbret pa mbretëri. Pra jem, si thaj, pa brirë tha, ti je mbret, kupton? Në sensin, kur s'ke mandatet, si do shkoj ti thot atyre, dini ju se unë jam pronari tu, sepse priti sekond, pronari, prita, ta marrë të lutem i dashur. Jo, duhet ta analizoni premisat. Ja mund drejtu si emisionit, lutem. Po dakord, ju e po analizoni tani mbi premisat tuaja. Ju e dini se nis politika kur e thoni ju. Ajo nis që te vendimi i dashur Ermal. Po çfarë do i thon gjykata më bindën i Lulit? Se është kryetari juaj. Po si do shkoj kryetari? Ajo thjesht e vulën dhe logo, nuk thotë ti kryetari. Do keni vulë vendimin. Po, po kryetari do zgjidhet. Si do zgjidhet kryetari? Kur tre qereku i demokratëve i dashur. Një sekond, sot doli Alibej. Sepse demokratët shkojnë te sigla, dihet. Po jo, po si ishin demokratët te sigla se dështojnë në zgjedhjet vendore. Si? Po dështojnë. Ka qenë Basha në zgjedhjet vendore, më burr. Se keni kush ishte në zgjedhjet vendore? Me kë? Alibej me Gazi. Po logo e vula kujt ishte? S'ka pasur më Basha. Ishte e PD-s. Po ishte e PD-s, mos ka qenë Basha kryetar më burr. Po kur pas ka ikur përse do vulën dhe logon? O vllak, Basha ka pasur qenë kryetar valla. Më fal. Si kush ka qenë kryetar? Kush ka qenë kryetar? Në sensin kështu. Enkeleti Alibej valla. Basha ka qenë i trequr, nuk ka qenë as të fushatë. Enkeleti ka qenë i komanduar. Po jo i komanduar, më ka qenë. Se zgjodhi antarësia burr tani. Po sepse ashtu ndodhen ngjarjet. Nuk u shkarkua Basha. Basha u troq. U troq, po. Dhe drejtimin e partisë. Mori Enkeleti. Sipas statutit e mori Enkeleti me Gazbardhin. Pse u troq Basha? Në çfarë sensi? Sepse u troq. Kush ishte premisa që u troq? Premisa ishte që unë triqem, të triqet dhe Berisha dhe nëse edhe Berisha ikën. Po se çfarë në militar që triqet. Po tani po flasim për politikë tani, nëse doni ta bastardoni, unë nuk flas dot për bastardim. Unë po them që duhet të ikni të dy. Po bastardim apo bëjmë po bastardim mund tani ky thot tresh litarin, tani kështu është politikisht. Mos e të rishti. Pastaj se çan do unë pak litar ti apo se. Unë jam me idenë që duhet të ndryshoj. Unë jam me idenë që duhet të ndryshoj gjithë kasta politike. Po mirë më ti mund të jesh me ide shumë mirë. Unë them duhet të ikë dhe Berisha, dhe Flamuri, dhe Albana. Rama do të qëndrojnë. Se s'kemi çaj bëjmë se ka. Jo. 84 mandate, 83 mandate. Tani ata janë ti thua ata duhet të ikin. Prit pra. Ata aty janë. Tani si do ikin është pyetja që po. Ore ky vjen me vulën dhe me logon. Çe thot atyre tani? Ju jeni deputetë e mia, ai s'është deputet për vete? Grupi parlamentar, si ky është kryetari i grupit parlamentar. Shumë serioze dhe mund të ndodhi, po ta them. Po mund të ndodhi. Ne kanë rëndësi analizë. Po për mirë nëse nuk e hapëm për humor, ne bëjmë pak humor me duam ta shtensionojmë situatën, por realisht. Po. Mbani mend që po thot ky emision i parë sot këtu në Antena Televizion, emisioni pa emër. Po të parë edhe herë parë që jam me këtë. Emisioni pa emër është era parë që si se. Por po edhe me ty jam herë parë në studio. Kemi emisionin Sinjal, do na ndiqni ta përfundoj. Na ndiqni edhe emisionin Sinjal me Ermal Peçet. Ideja është ka vetëm një ngërç i cili mund ta imponojë Berishën që zgjedhë kryetar 3, jo se vendimin do shkojë aty do imponojë që të shkojë. Por Basha nëse fiton vulën, duke fituar vulën, pra kjo është ajo që po themi ne. Është edhe çike bukur si histori. Po. Ju dash besojnë, dash mos e besoni për ju, po thelbi është me këtë vendim Basha mund të detyrojë Berishën që zgjedhin kryetar 3. Po tani. Pra skema si dolëm akoma te kush mund të jetë kryetari i ri, sepse edhe kryetari nuk besoj se është Basha, po përgatitet dikush tjetër. Në këtë koncept. Po kush po përgatit? Po e përgatit Basha po Berisha kryetarin tjetër. Një sekond. Tani vula, prit një sekond. Ta pyesim dhe jurisin, të lutemi dashur. Tani vula dhe logo është aty ku është. Sepse demokratët zgjodhen aty. Pra ata që ricikluan Berishën dhe risollën PD, ishin votat e demokratëve 2023-shin. Po. Që shumicë votash, tani un kam pa një gjyq, se po ja them kështu me ishte i gjyq do vendosin, jo më kam seriozisht. Do vendosin se ku kishte një çift pra, që bashkëjetonin dhe kishin një qen këta. Më kupton se po e shpjegoj kështu tani. Jo po. Gazbardhi me. Jo, i më bësh më abet tjetër. Nga trum. Jo, ishte një çift
burrë dhe grua dhe kishin një qenë. Mirë se tha se ishin dy burra. No. Kishin një qenë. Dhe tani për të vendosur se ku do shkonte, me kush e kishte tani ajo zonja qenin e kishte rëmbyrë në thonjza ish i fejuari. Rudi Metanin. No, prit. Edhe i kishte rëmbyrë ish i fejuari. Historia ka thënë Ylbert Trungu po lere thjesht po e deformos. Prit. Po le tregoj që ka ndodhur te Kodre Diellit kjo histori dhe ndodhe si model. Tani kështu po thot, kjo thjesht po e zbukuron. Një qen, një dy qen. Po jo, pra ishte gjyq tjetër, po them për gjyq. Çfarë Gjyq më do me thotë. Është gjyq i vol, jo për qenë. Volvos. Për vulën dhe për logon. Gjë tani, gjë. Tani për si e zgjidhi gjyqtarja. Jo, vona do thoshte ai, po sa vol. Nuk ka qef flasim për Po këtë. thoj. Si e zgjidhi gjyqtarja? Gjyqtarja e zgjidhi. Si e zgjidhi? I tha një punonjës e gjykatës, merret i qeni, tha shkon në fund sallës. I vuri këta përballë njëri tjetrit, edhe i tha lçoj qenin tani. Këta të dy bënin ham, shkoj qeni te pronari te i Zoti, se e zgjodhi qeni tani. Kështu dhe puna tani, unë s'po them demokratëve larg qoftë, i them qen po, se kisha për atë kontekstin. Larg qoftë. Një sekond po se bëj për humor, se s'është humor kjo pjesa. Po nuk mund t'i thuash do të thash po jore, or ka budallë që thon çat dun këtu, këtë vend. Po flas unë nuk e thash për atë. Por do e thoya që demokratët zgjodhen hakën vetë, pra zgjodhen pronarin, sensin në thonjë se atë që i ka mbajtur, atë që i ka udhëhequr në betejë, atë që i ka ushqyer ndoshta, atë që i ka strehuar ndoshta. Më doli pak live që parë. Se ka një tension, më doli pak live. Çfarë thon? Çim Peka ka filluar i bërtet të ftuarve në emision. Kujt më? Pra ne shkojnë më atë i bërtet. Kujt i ka bërtit? Nuk e, po tash se i përmendim gjithë. Jo, dakor, po çfarë serioze që ka bërtitur apo? Ç'o thotë Ylbert Trungu? Si është? Kush është personazhi? I ka bërtitur sepse ka hallin, dhe këtë them me shumë seriozitet, që për shkak sepse ka premtuar në administrimin e Syrit që Berisha do e fitojë zgjedhjet e 2025-s, dhe është një trysni që tash i kërkohet llogari. Mendoj që kanë nxjerrë këtë lloj mlefi dhe këtë lloj dufi dhe edhe vendimi që është gjykat lart që mund ta fitojë zoti Basha, mendoj që është edhe i drejtë. Kujt i ka bërtitur? Duhet se ka bërtitur zotit Bushati, mos gaboj. Nëse Andit, sepse ka dhënë votën Alin Çovi. Andit. Po. Besoj që një sekond, Bushati më shumë mund t'i ketë bërtitur Çimit. Tani, edhe një herë. Pra, Vula haka shkoi te i Zoti, si i thon. Po. Tani, pse e duan demokratët Berishën? Për mu nuk është e shpjeguar, po zoti Trungu më ka dërguar dhe një foto. Çfarë thotë? Po patë mundësi që ta ndajmë. Patjetër. Ndajmë dot, po na i trego se mund t'ja çosh regjis, nuk e di nëse ndihmon regjia. Çoja regjis. Çoja tek po po thot tani regjia thot sille tani. Jo, më ka sill këtë që data shot çik vetë një. Lere amortisë në 2040 në zgjedhjet. Ja, mund ta Zoti Peka që vazhdon akoma dhe drejton Syrin dhe thot do fitoj Berisha mandatin. Mund ta tregon se aty po ta shikosh është shkosa e pastër është falësisë së kamës edhe regjisë që ka. Ai ngjan si Edi Rama mor plak. Po, gjani që si Edi Rama, edhe unë aty thash. Po prandaj edhe ai ta ketë sy. Po pushteti imponohet, jep për fytyrimin e tij. Ora si ka mundsi, kam ziliat njëri, vetëm Luli ka flokët grenz. Si, jo, vetëm flokët. Edhe fytyrën. Se Berisha është plakur fare. Ka edhe fytyrën. Berisha shkret, për zotin merdi gjuna ferën e fundit, sinqerisht. Edhe politikisht, mosha bën vetëm politikisht, ka shumë betejë mbi supe. Po Luli s'ka stres fare. Më falni. Po, s'ka lidhje fare kjo punë që thua ti, s'ka stres, s'ka si ta kuptosh stresin e njeriu. Nuk është figjur normal. Po s'ka lidhje më se kupton nga imazhi ti dot. Lyen flokët do të thuash ti tash. Po unë nuk them asgjë na këto. Këto i thua vet. Po unë nuk them, po thjesht njeriu ti nuk e percepton dot nga pamja që ka stres ajo. Është nonsens kjo gjë. Pa ti do të thuash që është stresuar. Tani kush janë klanet jo, unë do të them që të diskutojnë diskutimin. Ore kush janë klanet? Ore çfarë ndodh? Unë dua të dy se s'më dha të përgjigje. Ore me nga një fjali. Mori Luli vendimin. Çfarë ndodh në PD? Se më thon dy fjali çfarë s'bëhet, ë? Po jo me 6. Çfarë ndodh? U ta them unë përgjigjen. Se s'më la ta them. Ta thash për Kaush. Unë thash, nëse Luli merr vendimin e Ulës, e vetmja gjë që mund të bëj është që ka vullnetin të përcaktojë se kush do e bëj përmbarimin atij vendimi. Ore zotëri, si përmbarimin atij vendimi? Çfarë përmbarimi? Ore vlla, tani Vula është aty ku është. Deputetët janë ato që janë. Luli tani vjen nga ne me Vulën për shku te deputetët e Berishës. E para. Situata abstrakte kjo. Po e flasim pa. Prisë po flas seriozisht tani, një sekond. Kam thënë
Pse me këto që ka ndodhur... Ere ke thene, për më leta them dhe une. Një sekundë. Dhe bëjmë me vetë, sa që kjetit e fjalla e pjesë. Viki vetë. E më shpirë se s'de gjosh. Do hajmë pizë 4 djatë. Kjo është kot, kjo që bën ju... Po si se është kot, më sa herë thosha, ore foli atit. Foli se po lën nam. Sa herë kam thënë, se kam me të shkruetur. Asgjë. Regjia të lutem. Shumë okej. Se qimin e plaka, doli plakit dhe lulin. Po si mund dali burri 60 vjeç, s'ka asgjë të keq. Po të flet gjumë aty te shtëpia me bizhame, ka bërë 100 gjëra Rama dhe nuk thoni asgjë për Ramën. 100 gjëra ka bërë. Ore na prish. Rama tha kam dalë ludo valla, në Po rregull. jo, më nuk është ludo. Transparent. Ore vlla në diskurs por Rama vajti foli atje për nudizëm para 15 vjeçve. I tha popullit autik, edhe tani asnjë. Tani merrem se si foli Bazha nuk i shkon. Jo. Nuk i shkon. Tani Nuk i bëhet shkon gjumë gjumi që i tha mobu. Se fiste edhe parë. Shifte dhe kënga Kraukliano, që shifte kënga? Qa kishte aty? Kishe demokratët. To jam muhabete. Kishe ero atlantikët ne që shiftanës. To jam budalliqe. Tani ma thë, se nuk morëm Unë da them, edhe duhet pas Një sekund tani, mos e luj mu. Tani. Ore sa shumë shkojmë të tre. Po s'ka lidhje më këtu, to anë që shkot me shkot. Po një sekund mërë burë. Fol. Se ti këtë të keqe ke, që gjithmonë kritikat nuk i pranon. Je i pari që po ja unë e bëra me VV, unë qesha me ty, ti s'qesh me batutat e mija. Po. Tani, Ne të sa bëjmë misionin i qeshëm me po pra, edhe qesha dhe me ju. Po. Tani, e marrëm për sipër se Basha e merr vullën o dha dhe logën që është një shaka e madhe, le ta themi. Shikoni Sepse se dhe demokratët- 3-4 minuta ju kam se do vi Lirdi, do zëmësojnë Tha se do ikëshe me mua. palesër se më shmënë. Jo, palesër jo, po do Lirdi zëmësojnë? për tartu. Do ngrihem unë, Po ku do do shkosh ti? flisni ju, Lirdi do Po pse? vëj mikrofonin, do shkosh ti, edhe këto morë të zyra tjetër, ku do shkoj? Po pse mo, qa ke aty? Po të vi Lirdi të flasi pak, tu se i kam thënë që do vi dhe Lirdi. Ah, mirë, pa tjetër. Bi- Po kemi karrike për Kemi Lirdin, karrike valla. për Lirdin, Qa po se kemi del në këmbë to. Po Po, vlla, mikrofonin apo ta të flasë vazhdo- mikrofoni Do e jote. bëjmë të bisedë se e kemi Pa, dhënë pa. doza humori dhe ne realisht e shijojmë pafund. Se këtë punë bëjmë që kam gjetë si ndarë, kur i Me Ermalin, jo me njëri tjetrin. Sa bëjmë me doza humori shumë. e kemi. Tashi. Po realisht e vërteta është që ky vendim nuk prodhon asnjë pasojë, edhe ndejta e Berishës Po nuk ti e prodhon asnjë budalla më pasojë. burr. Si që e fretë, tregoja mërti qa Jo, prodhon. unë se di se Ha. s'kam si ta di këtë. Unë mendoj Ha, ma, sinqerisht kam Andri, sinqerisht, po se nuk po që ta e të di. pyesim. shtirojt ajo parti, duhet iki Berisha. Po Berisha është i ikur më burr. Aha. Berisha edhe aty ku është Dhe tani, duhet tani e shpëtoj kam nga jetë, sinqerisht. dhe duhet shpëtoj nga jetës së Ser pas shkuar. herë do themi që diçka që e Po kemi. Ermal, çfarë propozon pa të parti? Sinqerisht ta them. Po. Unë Ti je njëri që ke mbrojtur Partinë Demokratike, i rritur aty. unë propozoj E një mirë. Na thoni propozim. për atë parti që të ketë një tryez po them të mendshmish, e të bie në një marrëveshje për të bërë gjithë bashkë, por mbi parimet e partnerëve strategjik, mbi parimet për të Qa mbrojtur. parime shishin partner strategjik? Me fut Po Berishës? marrëdhëniet, po jo mos ja ka fut njëri Berishës, se Po kjo qa është, po kjo është budallik, më tani ja doni. po. Ju flisim me ja fut Berishës tani, po tani vendimi për non-gratën Britania e përforcoi, nuk e thot njeri. SBA-ja, vajtëm kaq kohë që ka ardhur administrata Trump, nuk ka ndryshuar gjë, tani jemi realist. Po doni e bëjmë edhe me thashë theme, qa edhe bon? flasim ç'a duam Po ne. si mendoj që kështu është. zgjidhet më. Si me Nuk ndonë, ta them dot se si I zgjidhet, dashur, jo. se po të isha aq i Është zgjuar do e sekret. kisha zgjidhur. Nuk jam aq i Jo, qa zgjuar. si me Po ndonë? nuk e mendoj dot, sepse është aq komplekse si situatë, sepse nuk po flasim mbi kompromise. Mirë, si mund ta kontrolloj Basha për shembull me logo dhe vullën grupin parlamentar të PD-s? Nuk E zem, si mund t'ja ta- bëj? Po di se do të ka t'jap pola një me shpjegim vendimin me mbi këtë volë. pjesë. Si ato e Mali që shlesh. Nuk Baba di- Nuska, nuk nuska. di t'jap një shpjegim për këtë pjesë. Unë mendoj që realisht edhe ma dëgjoni këtë fjalë dhe ju Tani uroj do t'ju që një gjithë sekondë se demokratët do të më bëj dëgjoni të unë pas dhe respektojnë. Do vi fitoj Lirdi. Intri. Do bëj unë pas dhe do futet Lirdi, mor burr, prisni do vazhdoni me Lirdin na 20 Po minuta. çfarë do bësh? Ç'është kjo që do ikësh ti? Ne ky emision është me listë të treve, si do ikësh ti? Po dakord të zemra vllajt. Ja, i, unë as vërtet, jo, Lirdi është tjetër, Lirdi. Okej, mirë. Do jemi si unë doni ti ju. dhe ç'është kjo që ikje? Po nuk është shikje. E bëjmë te sinjali këtë. E bëjmë Është të si sinjal. çështje për Lirdin. Në këtë thashëm, televizion po. do keni disa emisione. Ta themi edhe këtë që ta Po dim. mirë, ma ata e din mor burr që do ketë disa. Po ky është emisione, më serioz pra, dhe më i lezetshëm. Kjo është çështja, kjo është E disa mesazhe në kanal jeni të lezetshëm, e bëni shumë mirë. kjo është Ore, për diskutimin. se nuk që bëjmë tensionohemi ne. ne, ne jemi shumë mirë. Po ky është me ka këto ditë, më nga këto ditë e ka i çik probleme, nuk Po është. ç'të. Ti edhe shumë i lezetshëm më buri dhe kur S'ka bësh lidhje çaka. fare, nuk Ore, format tani- jam po.
vendimin e nxorëm nga skena, sepse nuk prodhon. Çfarë ndodh në PD si mas? Po nuk mund ta parashikoj dot më kaos. Ne po them ti ta tregojmë. Kaos do jetë situata. Kaos do ketë përsëri betejë. Po, kaq, se nuk mund ta parashikoj dot të gjë në këtë situatë. Do duhet të ketë një qartësi. Ta them unë mendimin dhe ma kundërshtoj Andri, se jemi më pasionantë nga që jemi dhe më pak të jemi shtirë. më pasionantë, po. Unë Andri mendoj që Jorita Tabaku do të tentoj për ta marrë atë parti, për shkak të rezultatit që kanë nxjerrë nga lista hapur dhe do pretendoj që 20 votat e mia kanë prodhuar 2 mandate. Po. Pse gënjen? Pse ke këtë mendim? Po jo. Dy shefit. Dakor. Se merr Jorita them. Jo, sa se merr Jorita do tentoj Do tash tamam. tentoj, mirë. Dhe Leviatan do tentojmë, do tentoj. Po nuk e merr dot Jorita atë parti si e merr. 2 mandate. Ore. Po kush e merr? Po ma thuj troç tani këtu, se ne jemi pa emër, po jemi edhe troç. Unë mendoj që do Jemi drejt me fjalë. Drejt. Se pra ne nuk lam emër që me informacionet që kam nga zoti Trungu, mendoj që do e marri ose një personazh I cili ka qenë thuhet vërtet ZDN-s, po ma ta lemi kështu, po. I cili do jetë vërtet do jetë një fenomen. Andi Mustafa. Dakor, do jetë një fenomen. Ai ZDN si PD-s për momentin. Do jetë një fenomen. Mos e thuj me emër. Mos e thuj me emër se e prish magjin. Po pra. Ai do jetë do prodhoj një fenomen si Basha, ai do jetë akoma dhe më keq, pra do jetë njëri I cili do jetë pa pushtet. Se tregonim dot në Trungun. Po pra, do jetë as në parlament, pra unë mendoj që Partia Demokratike ka një predestinim shumë të keq. Ka predestinimin që formoj një tjetër Basha 2 do të ketë një kryetar me fuqi, me pak, domethënë duan kanë idenë Buratin, që I vetëm njëri që ka të drejtë të fuqi në PD është vetëm Berisha. Po. Dhe këtë do tjetër që e krijojnë pa fuqi, mund të pa fuqi. Po kush dora që lëviz pas saj? Po kuptohet më tash. Klani, po një di klan. Vazhdon pe mora vesh. Dinastia. Bravo. Dhe unë them që këta do luftojnë kot, edhe Jorida, dhe Iliri dhe kush do tjetër. Në fund do zgjedhet një kryetar, një Bash I dytë, se edhe Eduard Selami kur e prodhovi dhe Bashën Berisha I ka çikçefta që janë kështu si dhëndrat perfekt për vjerrat. Pra si dim të mirë, të kollarisur, të kurosur, por që në fund nuk e kanë atë ambicien që të bëjnë ose egon e madhe për pushtet. Që domethënë unë e dua dhe o fitoj o nuk ka. Zgjedh gjithmonë njerëz të cilët vejnë ose interesin ose frikën përpara dëshirës për pushtet. Okej, patjetër. Unë e kam pasur në emision Berishën. Dhe e tha në emisionin Zonë e Lirë që filozofi të cilin unë e lexoj dhe I vetmi është Friedrich Nietzsche dhe njeriu dhe vullneti për pushtet. E di çfarë thot Friedrich Nietzsche, sepse njerëzit nuk dinë të kapin këto detaje. Libri Vullneti për pushtet thotë që njeriu jeton vetëm ose të nështrojë ose të nështrohet. Dhe mbi njeriu I Nietzsche është pikërisht njeriu që vetëm nështron. Dhe Berisha këtë pavarësisht me kosto për PD-n, pa kosto për PD-n e ka bërë gjithmonë këto 33 vite të demokracisë shqiptare. Po kush kanë qenë të nështruarit? Edhe I, të gjithë që kanë qenë aty, përfshi edhe Bashë. Unë e kam thënë Lulzim Bashë, Ermali di, se ne kemi bërë një sër episodës podcasti. Unë kam tentuar që ta fus në atë rrjedhën e bisedës ai të sqaronte pozitën e tij, me të drejtën e gjithë botës ai ishte shumë etik për I të vërtetës. Domethënë mundoi që ta linte në drejtijet e tij atë histori, po unë mendoj që jo Basha, po asnjë atë parti për sa kohë që ja Berishës është mbi kokat e tyre, nuk mund të marrë vendime I lirë dhe në qoftë se merr një vendim I cili është jashtë jes Berishës, është nga një fuqi tjetër që është më e madhe se vetë Berisha, siç rezultoi dhe përjashtimi I tij. Tani mbi këto zhvillimet së djathtës edhe gjithë partive të reja, si e pat rezultatin e partive të reja, kush mendoni që luajti Por ti kush ta bëjmë moderatori një? Jo, po them mbi këtë çështje, ta ndajmë çik këtë pjesë. Kemi 30 minuta që flasim vetëm për Bashën dhe PD-n. Po. Tani njerëzit janë të interesuar edhe për partitë. Folën për Bashën, po flasin për PD-n. Tani ardha PD, është Basha ardha PD-s nëse për sa kohë është gjyq me vulën. Tani në këtë sens mos ta diskutojmë. Ka hequr dorë nga teta padist. Kjo tregon që ka pretendime. Ka hequr dorë. Jo, ai është në emër të Endri Asës, mos gaboj, apo jo? E ka në emrin? Jo. E për vulën ore. Vulën e ka në emrin e vet me Sadiun. Në si çështje gjyqësore. Me Sadi, po mund mbase s'kam informacion 100% që të flas me. Pas unë, po kur s'ke di 100%, unë jam 1000% s'kam informacion. Çështja që ndron tek Euroatlantike. Tani mbi këto premisa kemi dhe aktorë të rinj politik. Kemi Agron Sheajin, kemi Adriatik Klapajn, kemi Alin Qorin, që në fakt me vota ka marrë Adriatiku edhe nga diaspora. 70.000 vota. 65.000 ishte. 70 me gjithë votat e diasporës. Me gjithë votat e diasporës. Se janë votat nominale. Gati në diku te 15.000, 16.000 kishte nga diaspora. Ishte I vetmi politikan që kishte një xhep të madh votash në diasporë. Por në Tiranë nuk rezultoi I suksesshëm, duket sikur
Po jo, në optikën time. Ishte qëllimisht, unë e thash dhe në fillim, kam thënë disa herë dhe kur kemi qenë bashkë, Po. mi fjala Adriatiku u shpërnda në rang kombëtar. Nuk e kurseu për shembull Shkodrën, nuk e kurseu përfaqësimin në Fier, nuk e kurseu përfaqësimin në Vlora apo në Elbasan apo kudo. Pra, pavarësisht se unë besoj se si Adriatik mund të marrë një mandat dhe nuk e di kush do e përdori atë mandatin në Kuvendin e Shqipërisë, unë besoj se e gjithë partia ose të paktën gjithë votat e partisë do përkthehen po prap do jenë përfaqësuar ose do kenë një zë, si thuash, në Kuvendin e Shqipërisë me këtë mandat. Kurse ajo që bëri Agronsheaj të zgjuar, që mund duke zgjuar për shkak të fushatës, që sulmoi zotin Lapaj se e pa që me partitë tradicionale nuk mund të fitote gjë, pra kishte ato votat e veta. Nga Berisha kishte frikë, ta themi. Nga Berisha kishte frikë që ta sulmonte. Luli nuk e përfillte dhe i ra Adriatik. I ra Adriatik Lapaj, gjithë lojën luftën politike e bëri me Adriatik Lapaj për ta zbehur unë besoj se Adriatik Lapaj mund të ishte më mirë se sa është. Po mos ishte sulmuar nga Agronsheaj. Edhe ose po të ishin bashkuar. Po, ose po të ishin prodhuar 12-13 mandate. Unë bashkimin prisja, pra, mbaj mend atëherë kur iku Dash Sula që iku te Lapaj, e prisja Dash Sula shkote te Sheaj. Ndoshta te Sheaj se kishin dhe një qasje më, sepse dilnin të dy nga një parti, ndoshta i çiksit më edhe pragmatist, po edhe të mërzitur. Edhe për të krijuar një, si thuash, jo vetëm subjekt të ri, po një lloj alternative të re në konceptin jashtë tuteles së zotit Berisha. Në këtë kontekst, Dash Sula ishte mund ta ketë bërë një lloj, besoj edhe më mos ketë funksionuar me zotin Sheaj, por se si di se si kanë qenë marrëdhëniet midis tyre dyve. Nga ana tjetër, pastaj është zoti Lapaj që ka vota në rang kombëtar dhe të thuash se gjatë edhe kur nisi para numërimit, si thuash, pas votimit, nisën këto aludimet e para se zoti Lapaj kishte dështuar. Në fakt nuk ka dështuar. A zoti Lapaj, a zoti Qori, pavarësisht se ai tregoi një akt më sublim se dha mandatin Redi Muçit. Ka një rënje nga zgjedhjet e bashkiake vendore. Po. Por unë kam thënë, problemi atyre nuk është se janë nuk kanë qëndrueshmëri në qoftë në idealizmin apo në kauzat e tyre. Problemi atyre se janë shumë radikal edhe kur i këshillon, ata thënë plaç sikur vetëm ata dinë ti bëjnë gjëra të mirë në këtë koncept. Unë njoh të tre mëse jam unë nuk njoh asnjëri, unë vetëm që e kam parë në mirë, kam rastisur 2 herë në emision edhe Arlindi është i ndershëm. Pavarësisht se do regjisë që është po pra. Është kështu. Këta si janë të ndershëm, po janë shumë radikal. Edhe ti thuash shëndet të thot plaç në konceptin po shëndeti, nga që thua ti shëndet nuk është në logjikën e tij. Po fakti i madh dikush është edhe nuk do të bëj sepse besoj se do të ishte më mirë se sa është edhe i madh dikush është do ta bëj cinikun. Po si ka mundësi po. Që të gjitha që përmendim ne, Rama i nështroi totalisht. Në çfarë sensi, si i nështroi? Si i nështroi? I përçudoi, u tall, mirë vulte, ço vulande. Njëri ti thot sude me syze. Nësa jo sarkazma politike që bërë Rama. Ti thot po flej gjuhum. Ati thot bufkën e te. Lulit pra. Ka një gjë. Ti thoshte ke mundur si s'ke mundur prerë do mundur në kësaj ere. Dhe Luli e tregoi që nuk po flinte gjumë. Se u çu mes natës për Rama. Po pa, ajo ishte qëllimi e se video. S'ka mos e. Na zgjove nga gjumi tha. Adriatiku e fuste në një vark, ato me kuklla. E tha, mos u shifti aty. E tha na zgjove nga gjumi tha. Po, këta zgjove gjumi nga këtë orë. Unë se marr vesh. Pritë, dhe goditja. Shi regjia. Regjia qeshu, shkri regjia. Ne mirë që kemi izoluar kaq mirë. Shi regjia duke bë me gishta. Atje dhe flisti. Ore ne mirë që kemi izoluar se do dëgjoshin gjithkohë duke qeshur. Është budallëk, dalit këtu keni 30 minuta. Sulmoni Bashën. Nuk po sulmojmë Bashën, Bashën më burr keni, po çau mor keni 30 minuta. Unë kam xhan për vetë Bashën. Për sulmuar një njerëz që politikisht majti disa qëndrime korrekte. Po e kemi xhan për këtë gjë më. Ka lidhje me burr kjo. Ai kemi xhan me Andri. Unë fola për partit ju kthyet prap tek Basha. Ne po diskutoni një gjë. Dhe ju thoni unë flas për. Por i tha sude me syz Alin Çori. Po vlla. Po pra. Po ju them vetëm. Tikun e nxirte me atë. I ngeli te Basha, pse tha për atë? Jo, s'ka lidhje. Ore tikun dhe Berisha. Agronin e shifte pa busull. Sakneja ne. Më fal. Në këtë kontekst. A ka bërë videon me kuklla ku ishte Berisha, Tiku dhe Basha? Ishte dhe Agroni më që vinte vërdall. Ishte dhe Agroni. Mbi këto premisa
emisionin nuk do duhet ta zgjasim më shumë se na kanë ardhur edhe miq edhe po vazhduam këtu pafund. Po I marrim kamerat e çojmë te miq të Kështu që miq Termali ka një gjë, e ka fest çdo emision, edhe realisht fton shumë njerëz se ne I shijojmë. Dhe sot na kanë ardhur disa miq, por ajo që desha ta përfundoj është kjo. Se Termali ka qefin ta trysnoj bisedën sepse ka instinktin e gazetarit. Thelbi është më që Rama tregoi. Po të politikanit se ka. Rama, po. Do dakord më se është në asnjë ason. Po ti isha do të bësh. Do bëhet edhe ne do të bësh dhe do të bëjmë ne. Shketi, pari ti do bësh. Siç bën ju. Destinuar të shtojmë. Ne jemi të shtatë të lumtur prandaj qeshim. Akoma ti. Kështu që mbi këtë Ne premis. ka që kemi kuptuar që s'bëjmë hajra atje, të pak të bëjmë ne qyfyr këtu. Po ideja ashtu, realisht. Adriatik Lapaj, do më thënë, 70.000 votat marrë që mandat, kjo është më mirë mos për mandat fare. Po, pra, po jo. Alin Qori, bëri tërë punën vetë del Redi Muçi. Po ashtu e zgjodhi më. Po dakord më. Pas Adriatiku nuk del vet. Agroni duket sikur është munduar më shumë për të zgjedhur deputet të Adriatiku. As Adriatiku nuk del vete. Pare njërë ka bërë një betim që nëse s'marrë shumë mandate, unë nuk e pranojmë atë tek mandat. Po prite një sekundë, do më gjësh një dy fjallë? Po, ishë më mashtru se Luli dhe se Berisha bashkë me Adriatikun do me eshte. Një sekundë. Një sekundë. Djali nuk ka pas më ka. Super mashtrues po ta themu se një. O vlla, ndryshe nga Arlindi dhe ndryshe nga Shejaj. Kam qenë te MCN-ja, tha do ngjitem lart zbriti poshtë. Ore njerëz, kujtoni pak më se. Dëgjoj mua. Ore gjoj sekond. Tha do iki te Meksi, tha dhe erdha te Kafja, iku poshtë dha hipi makinën çerta siku. E ka marrë Rançanin telefoni tha ku je jam afër shtëpisë ta. Po the do ngjitem lart. Po kështu më doli problem. Edhe desh, gjithmonë do të ngjitet lart, po zbret poshtë. Tani në kontekstin e asaj gjoj sekond. I vetmi me fjalë Arlind Qori dhe Agron Sheje me sa di unë nuk kanë bërë pjesë e listave të hapura. Lista e hapura ka qenë Zoti Basha, ka qenë ndoshta Ali Beaj me prit më Luli doli zgjuari më burr. Prit më. Luli tha çe do këtë parlament më mirë s'do mandat fare dhe e kuptoi që s'ndryt në punë. Po pra, po një sekond. Tani, Zoti Sheji dhe Ali Bej, listat hapura. Tik Adriatik Lapaj me Nisma në Endre Shabanit, listat hapura. Nisma Shqipëria bëhet të thoshë Desha thurje. po thoj, po ato Nisma Shqipëria bëhet. Ka qenë me ata i duti best station aty. Prit, po pra. Ky vetëm Agron Sheja nuk ka listë mbyllur e ka. Edhe Arlind Qori. Problemi është se Atik Lapaj tani ka vënë sa njerëz në listë që do t'i kanë dhënë ndërheqjem. Si funksionon kjo punë tani? Që ta kuptosh dhe për punën e Adriatikut ta merr as e merr mandatin. Ndodhi si kur hoqën dorë nga mandatet këta të PD-s o Mërsit. Po. Kur hoqën dorë këto mandatet të PD-s, kalojmë radh mandati. E pyesin do e marrësh ti, Tani ky zotëria ka një listë 12 të Tiranës për mandatin e që të pranon mandatin. Pra të gjithë 12 që është vënë listën e Tiranës, duhet thotë jo, ka procedurë. Pytet njëri, e pranon se pranon, do të shkojnë në parlament. Po. Thot jo, nuk e pranoj, siç ndodhi edhe me Partinë Demokratike. Këtë kontekst, për shkut mandati deri te Arlindi i njëri, duhet thënë disa veta përpara jo. Po ka masë ndonjëri gjatë rrugës edhe i prishet mendja thot po. A kupton se nuk e detyron dot Si kërparata më. Si kërparata pra. Nuk e detyron. Tre ne themi si përfundovi PD sot tu. Ti e kupton se si mbushesin listat e Partisë Demokratike në 2017? Ja. Si ishin? Doli tër llumi që ishte poshtë. Po. Doli sipërfaqe Po, dhe mirë që ndodhi ajo që ndodhi në 2019. Për të kuptuar çfarë bëhesh. Po imagjino mos. Edhe kush e ka pas përgjegjësinë? Por mua kanë pas të dy, për mua përgjegjësinë e kanë njësoj Berisha dhe Luli. Po. Ora kjo parti është vetëm për shkak të dy njerëzve në këtë gjendje. Dhe përfitojnë mashtruesi Adriatik Lapaj. Sepse këta e kanë trajtuar. Çepi Adriatikut e bëre copa burr tani, pa e Adriatiku ka drejt Rama më të tre në vark janë. Ajo është pjesa më e bukur, e di se kam shkruar atë videon. Se dia për zonë që të kishte dhe Adriatiku. Videon animuar. Videon animuar ku ai si buf. Domethënë ky është si Palaço, Luli dhe ai tjetri është si një djalë i vogël që i Palaço, Luli flen gjumë. Jo pra është si klon, pra është me rroba gjumi aty. Është me kominon. Është në rol. Tani ju kundërvur edhe Adriatikut. E bëre edhe copa. A të marrim ne apo jo politikën? Po s'ka lidhje, do e marrësh ti, më politikën ti i bëre copa këta panis. Si të gjithë. Po, nuk e di, o bala, do e mbyllësh tani ti vetë. S'unë do të mbyll, deri tani po e drejtoj ti. Po drejtoj asgjë, unë asgjë, zero. Të dashur unë ju thash mbi një Të dashur miq Ermalit i kanë ardhur ca miq. Kështu që ne duhet të largohemi.
Kështu që Se kështu funksionon, sa herë misht, herën tjetër ka Mos ta kanë ardhur për ta ardhur ta Atlantik atje. ta janë Ju urojmë fat dhe shihemi në emisione tjera, në emisione njëri pa treguan. emër, po me dy kolegë të mi. Në sherin 8 janare treguan njëri. Mo do e mbyllim tani Po apo s'ka ne çfarë? do e mbyllim, ky do të flasë, ky ka kap me të qeshur, ç'i bëjmë ne? Po unë këtë emision e kam vetëm që të qeshim. Qeshni are. Kështu që shihemi ditën tjetër, pra. Do shikoni format ndryshe apo premtuan. Ore me sinjal, një sekond, mos e mbyll të lutem, regjia, të lutem. Ore me sinjalin kur do Po ashtu do tani. nisim të sa të anoncoje. jemi në Jo, momentet vlla. Je dhe emisionin me zotin Rata, Jo, anoncoje. Shiko, ka diçka. O vlla, po të presin një 20 Njerëz, ftuar, jo, jo, e ke nuk bëri ka. listë çerçafë Do kur. vinë të ftuarit. Apo do mbulohesh dhe ti me atë të çerçafë, çfarë do bësh? rregullojmë gjithçka. E rregulluar, që ma të çfarë do jemi- ti tani? Po një sekond më burr, duhet të jenë Do strishat. atë të grimit ti tani. Gjithçka. Përse Jenë s'shmëndi. strishat do niset. Një punë do niset. Ore, bëjon atë të grimit, një paruke në kokë edhe. Kaq, me këto premisa Do ketë disa vazhdojmë. emisione erdhët të nderuar. miqtan. Një emision do ketë vetë zoti Peçi, ku do Po bëjmë mos entrevistat e thuaj tij. gjë tani Sinjal. se kur të vi. Një emision do të Si bashkëpunim bën- me zotin Rada, që ju do keni mundësi të flisni drejt për drejt me telefon. Një emision do kemë unë me zotin Bala, në cilin Por çfarë ne emri do i vëmë se gjendem emisionin me do këto si kontekstualizojmë politikën nëpërmjet komicitetit dhe komedive. Po, Pra do keni një sër larmishmërisht emisionet dhe emisioni bazik dhe bazë. Do që fusim është dhe sport nga i Feti, qi, po Është emisioni po pa bëjmë emër, tratativa në cilin- për sport dhe fashion, po bëjmë tratativa. Po. I kemi variantet, po presim më Kështu që shumë. me të parë me të bërë, Pse më edhe kanë bërë? po me të parë me të bërë për çdo format më burr se kështu shkohet në punë. Nis pa nga Iko pak. plak. Kështu që ik se kanë ardhur. Se kanë ardhur Se ata. kuptoni asgjë nga kjo punë, por vetëm mos harroni të bëni subscribe në kanalin YouTube të Antena. Antenës, sepse është shumë e Duhet me rëndësishme. vënë atë strishën aty se që- faktikisht është. Dakor, do vendosen gjithë ato pa nga pak, por mos harroni të bëni subscribe në YouTube tek Antena dhe gjithashtu të komentoni, të jepni mendimin tuaj Po që dukesh bukur në kamerë. mbi çdo premis, edhe mbi premisat e diskutimit, çfarë ju pëlqen, çfarë nuk ju pëlqen, çfarë duhet ndryshoj te ne, çfarë duhet qëndroj tek ne. Kështu që tani po ja jap fjalën Balës, miqja i e nisi, edhe ta bitisi se i takon. Ma je fjalën balës që qeshin i çikta me tjetër. Jo, se ka qefa ku flet. Do ta vej siklet, si do e Nuk mbyll. e kam problem. Të dashur miq, faleminderit për këtë epizod. Ky është epizod është një po epizodi i parë e qyrim. Epizodi i parë i një cikli shumë gjatë emisionesh. Ora do ikni të takoni shokët ju, më ku ju humbën shokët? Episodi Ku ju humbën shokët më? episodi Balës pa Mos emër. miket, moralist nuk miket, do atri akoma. Episod- Po ju po thrasin të ata këtu. Episodi Balës. Triti dhe ata këtu. Qa është ose se gjova? Episodi balës. Ky është episodi parë, po kështu do i bëjmë në episode Dakor. valla. Nuk do kemi si te sinjali. Duhet vejme dhe telefon. Që s'flasim. Filber Trungu, qa është ai pjesë e Trungu po, ai Po, është si që njeriu ke- më i rëndësishëm sepse ai na përcjell informacionet më të rëndësishme. Mbyllë bala vazhdo. Po sa e që mbyllu ti apo burrë se Po më jo çfarë? ma fol ti ti me njërë. Hajde ikim se do filloj prapë me vendimin e lulit, unë sa aq dua. Unë ika. Hajde, ciao, hajde, ciao, hajde ikim. Na dhe mirë, çao. Super emision.